Egli Tako ka ndëruar qasjen ndaj gjestit e banorëve të tjerë me rifutjen në Big Brother VIP Albania. Nelin, pas një periudhe reflektimi jashtë shtëpisë, Egli është rikthyer me synime të qarta për të ndrequr imazhin e tij dhe për të realizuar një transformim të vërtetë. Në këtë edicion, ai ka marrë parasysh gjithçka që ka ndodhur gjatë qëndrimit të tij në Big Brother dhe ka vendosur të ndjekë një rrugë më të qëndrueshme, duke vendosur veten dhe familjen e tij në qendër të vëmendjes. Egli, banori nga Kosova, shpjegoi se ndjenja e ndryshimit nuk vjen rastësisht. Si është e mundur të ndryshosh në ditë? U shpreh ai, duke treguar se përvoja e kaluar e ka bërë atë të kuptojë më mirë vlerat dhe prioritetet në jetën e tij. Nelin, në një bisedë të hapur me Gjestin, ai fol për rëndësinë e vetvlerësimit. Tani do ta vë veten në rend të parë, theksoi ai, duke treguar se është i përgatitur të tejkalojë sfidat që do të hasë. Kjo qasje e re duket se ka për qëllim jo vetëm rritjen personale, por edhe përmirësimin e marrëdhënieve me të tjerët brenda shtëpisë. Nelin, ti në koshiencën tënde dhe unë në koshiencën time i dim të dy se çfarë gabimesh janë bërë, ju drejtua Egli. Kjo fjali e tij tregon se ai është i vetëdijshëm për çështjet e kaluara dhe është i gatshëm t'i pranojë ato si një mënyrë për të vazhduar përpara. Ai e kupton se rritja vjen nga prania e vështirësive dhe qëllimi i tij është të përballojë çdo pengesë me dinitet. Nelin, Gjesti ju përgjigj me një shprehje të qartë. Ti the vazhdo të ndën unë timen, a the kështu? Në rregull, unë sërish e bëj timen, gjej kohë që të flas. Kjo replik tregon se rivaliteti mes tyre vazhdon, por ndoshta tani ekziston një kuptim i ri mbi nevojën për hapësirë dhe autonomi në marrëdhëniet e tyre. Nelin, për Egon dhe krenarin, Egli tregon vendosmëri dhe fokus, duke u bërë gjithashtu një shembull për banorët e tjerë të shtëpisë. Ai e sheh këtë përvojë si një mundësi për të dëshmuar se ndryshimi është i mundur dhe se, përmes vetë reflektimit, çdo individ mund të rritet dhe të bëhet më i mirë, si në jetën personale ashtu edhe në